Pyetje shumë e drejtë. Shqipëria është afektuar nga sulmi kibernetik i Iranit, do me thonë, hiq më pak se një vit kur 1 milion njerëz janë prekur atje në Shqipni. Do me thonë është prekur privatësia, është prekur emni dhe mbiemni dhe kanë dalë gjana sensitive që nuk është dashur të dalin. Kjo është një. Po, sulmet kibernetike janë të afektueshme, është prekur edhe dje shteti ynë am. Andaj Shqipëria duhet të jetë shumë proaktive në këtë rast të sulmeve kibernetike, me siguri kibernetike. Duhet të angazhohen specialistët më të mëdhej që i ka vendi që ta bëjnë, do me thonën, atë mbrojtjen e hekurt në aspektin kibernetik. Sa i përket, do me thonë, sulmeve kibernetike, ne gjithmonë duhet marrim mësim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kjo vepër penale cilësohet si akti më i rënd. Do me thonë tash sulmi kibernetik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dënohet më shumë se terrorizmi. Andaj ne duhet jemi proaktiv. Kurse ato forma tjera që ta sulmoj Irani me ndonjë raketë ose balistike interkontinentale, absolutisht e pamundshme është sipas mendimit tim dhe bie poshtë menjëherë, sepse fuqia e saj është ka bjen, do me thonë, dita ditës, dhe problemin më të madh tash që ka Irani është shpëto atë që mund ta shpëtosh. Ai aspekti i luftës hibride, ai aspekti i luftës propagandistike, i dezinformatave, do të mbizetroj gjithmonë që të arrijë diçka me propagandë, që të arrijë me ndonjë kërcënim, që të sulmoj këtë ose atë shtet, mos e harroni ndenuar që ta jap një fakt dhe mos tjetë kjo vetëm dëshirore, po tjetë në fakt në aspektin shkencor. Ne kemi Kuçovën në Shqipëri. Shqipëria është në NATO. Një shtet sulmohet, aktivizohet amandamenti i 5. Ne jemi në umbrellën e NATO-s. Do me thonë, aty kur tentohet të sulmohet diçka me ndonjë raketë, mos harroni që jemi shteti i NATO-s dhe me këtë reagon, do me thonë, NATO dhe jo vetëm Shqipëria, reagon aleati ynë i përjetshëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fakt për këtë që janë në parapregaditje. Luftanijet amerikane janë gjithandej në detin me Zek, nuk është larg asgjë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ky fakt i rrezon ato teoritë konspirative që nuk i kam as fare qef as ti përmend. Këto janë ato fakte që unë ti përmend, po sa ta them që jemi në umbrellën e sigurisë NATO-s, kjo mjafton sepse aktivizohet çdo gjë dhe aktivizohet umbrella e mbrojtjes, jo vetëm për Shqipërinë, po për çdo shtet që është në NATO. Dhe këtu e kam për 33 shtetet anëtare të NATO-s dhe 34-ën që është edhe Suedia. Zoti Dashevci, faleminderit shumë. Të uroj fundjavë sa më të qetë. Ju faleminderit juve, nder dhe privilegj punë të mbarë, i nderuar. Faleminderit shumë.